Bashkimi Evropian e konsideron paralajmërimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për devijimin e rrjedhës së lumit Ibër si një veprim në kundërshtim të plot me frymën dhe objektivat për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësja e BE-s për çështjet të jashtme, Anita Hiper, nënvizoi se çdo përparim i palëve në rrugën e integrimit evropian kalon vetëm përmes dialogut konstruktiv. Deklaratat përfshirë dhe ato për ndryshimet e mundshme të rrjedhës së lumit nuk e mbështesin këtë objektiv për të pasur një marrëdhënie normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Gjithashtu rikujtojmë se përparësi në dialog ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është parakush që secila palë të përparojë në rrugën europiane. Lidhur me këtë çështje reagoi edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili për Radio Europa e Lirë tha se paqja dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor janë prioritetet të Shteteve të Bashkuara. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është pjesë e domosdoshme e këtij procesi, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Reagimi i Brukselit vjen pasi Vučić njoftoi javën e kaluar se ka angazhuar inxhinierë ekspert për të rishikuar rrjedhën e lumit. Presidenti serb arsyetoi këtë mas si përgjigje ndaj veprimeve të qeverisë së Kosovës në veri, specifikisht mbylljes së strukturave paralele serbe, si zyrat e postës e bankave, si dhe shtrirjes së kontrollit të policisë së Kosovës, duke e përdorur devijimin e ujit si mjet presioni ndaj Prishtinës zyrtare.